I racistë thot nuk je, por të bësh dallimin midis muslimanëve apo të krishterë e bën, pavarësisht se janë njerëz. Apo aty hyn racizmi thot. Një është për gjithë njerëzimin, si për musliman, krishterë, thot budistë e tjerë. Aty, tek çështja e besimit e ka bërë Zoti i gjithësisë ndarjen. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: Lekum dinukum waliya din. Ju keni fen tuaj, unë kam fen time. Kjo çështja e ngjyrës njerëzve, këtu gjithë jemi krijesat Allahut lartësuar. Zoti i gjithësisë na ka kriju. Kush pra është i bardhë, kush ka ngjyrë, pra Zoti i gjithësisë gjithëve na ka kriju dhe ne nuk e vlerësojmë njeriu sipas ngjyrës. Por tek Zoti i gjithësisë njerëzit nuk vlerësohen sipas ngjyrave, por sipas besimit dhe veprave. Është i bardhë, është kriminal për shembull. Çdo bi ka ngjyra, është me ngjyrë, është kriminal, çdo bi ka ngjyra. Vepra e tij. Vepra e tij është ajo që pra vlerësohet. Për sa i përket besimit, pra në normal, për shembull, në Shqipëri ne jemi musliman, ka të krishterë, ka fe tjera. Pra Shqipërinë e kemi gjithë bashkë. Dhe kemi marrëdhënie të mira pra me jo muslimanët, ama çështja e besimit patjetër që flitet. Patjetër ka dialog, ka diskutim, sepse Zoti i gjithësisë pra në Kur'an përmend, bën ndarjen, thot lekum dinukum waliya din, ju keni fen tuaj, un kam fen time. Un nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Patjetër që bëhet ndarja kjo gjë. Pse? Sepse është çështja besimit në botën tjetër, është çështja xhennet xhehenem në botën tjetër. Allahu i lartësuar bën ndarjen në botën tjetër, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Një grup në xhehenem, një grup tjetër, një grup në xhennet, një grup tjetër në zjarr. Dhe që të fitosh xhennetin në botën tjetër nevojitet besimi. Me besu Allahun e lartësuar një të vetëm. Me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Në këtë botë, secili është i lirë, do me besu, s'do me besu, ama në botën tjetër do xhenetin, duhet me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të.